Hajde pak këtë libër edhe njerë, po ju tham, kush dëshiron me ble, tash po e lexojmë edhe jado paragrafe të shkurta, mund të lajmërohuni në inbox këtu te unë edhe në Facebook, por edhe në telefonin 048 509 201. Nëse mund të dikush me shkrujt, se unë këtu s'po di si shkruhet, me shkrujt 048 509 201. Shkrune dikush ju lutëm. E pastaj do të marrim edhe do të bisedojmë bisedat lira. Vetëm pak ta lexoj çto. Dhe pas këto kushtojnë, ky libri është 15 euro, por ju do t'i keni gratis edhe një 7-8 libra tjerë. E të gjitha si e ke numrin, po nderuar vë. 048, shkrune që aty dikush, 048 509 201. Ky është numri im. Këtu shkruni pra në mesazh ose këtu. Shumë faleminderit Beqir, edhe ju dija po kush është, hajde ta bëj një pin, çush m'ja bë pin mëre. I brezoti madh. Ska kjo teknologjia pak, s'po kam njohuri. Pin this comment. Pra, qenë koment e keni, sa sekonda, 1 minut. Pra, 048 590. E mirë, dia e pas këshut ma mirë, okej. Hajde dijen ta bëjmë pin. Pra, ky është numri. 048 509 201. Ky është numri im zyrtar, mundeni vetëm me shkrujt ju lutëm, ose me fol me mikrofon, e pastaj në WhatsApp, e pastaj unë kur kam kohë ju kthej përgjigjen, edhe mirëm i vesh çfarë libra doni. A doni libra për fëmijë, se kjo plus libra tjerë. A doni libra filozofik, psikologji, sociologji, fe për fillestar, revista, lutje, libra për lutje, e tjera, të gjitha. Me këtë libër shkojnë edhe ja 5-6 libra tjerë, komplet është 20 euro, po postën e keni gratis. Pra, 048 509 200. Ja, për shembull, veç tematikën e parë do ta lexoj, se pastaj do të hym, janë duke prit këtu ja 3 veta, do të hym pyetje përgjigje biseda. Më falni Fatimja, Aisha, Herkelmendi. Të tretë do të hyni veç pak ju lutëm. Më falni ju të Facebookit se ju kam hera parë. E po ju harroj që jeni këtu. Adem Agron, që edhe këtu Ademi, faleminderit Adem, je i mrekullueshëm vllau im. Nuk po të njoh, po Zotit shpërblet. Por mundeni me shkrujt edhe në inbox, edhe tek TikToku, edhe te Facebooku. Dhe aty bisedojmë çfarë libra po ju duhet. Apo ju duhet libra për fëmijë, për rini, për edukimin e fëmijëve, pra prindrit si duhet t'i edukojnë fëmijët, ajo duhet libra filozofik, ajo duhet psikologji, ajo duhet revista, e tjera, na hym pastaj në bisedë. Por mos thirrni, sepse unë kam shumë thirrje dhe nuk i hapi kërkujt. Pa shkrujt. Njerë duhet me shkrujt, në përshëndetje jam i interesuar për libra, edhe pastaj unë e hyj ju thras juve dhe bashk bisedojmë. Gruaja në Greqinë e lashtë. Shikoni çfarë pozite ka pas gruaja në Greqinë e lashtë. Nuk ekzistonte martese zakonshme. Pra në atë kohë s'ka pas martesa. Po kush ka mundi ja ka marrë gruan njëri tjetrit. Nëse nuk ishte ndonjë tutor, ajo ishte e varur nga mbreti. Pra s'ka pas nënën babë, nëse ka qenë një jetim, gruaja ka qenë e varur prej mbretit. Çka ka dash kanë bë mbretnit. Bashkëshorti e konsideronte atë si sklave dhe detyronte ta thërriste zotëri, padron, dhe kurse si me emrin e tij. Pra në atë kohë çfarë niveli pas ka qenë gruaja. Gjatë periudhës së menstruacioneve, ajo konsiderohej si e ndyrë, e papastër. Mbyllej dhe i jepnin ushqim përmes sportelës, një dritare shërbimi.
Gruaja në Australi, shumë e dhimbshme, konsiderohej si kafsh shtëpiake. Ishte mjet për plotësimin e pasioneve, epsheve të burrit dhe shtimin e popullsisë. Në kohët kur mbretëronte uria, gruaja mbytej dhe hahej hanin mishin e saj. Do me thënë, deri në atë deregje, deri në atë shkallë ka arqën që se ka pas uri, atër burrin nuk kanë pas drejt me myt, po ka qenë gruaja e cila është mbytur, është prerë, është therë dhe jo është ngrën mishi i saj. Nuk kishte të drejta shoqëronte bashkëshortin gjatë ngrënjes, por priste te pricen e ushqimit për të ngirë. Pra, kjo ka ndodhur edhe te na, mirë po nuk ka ndodhur në jetën e përditshme, por kur kanë ardhur mysafir ose notën burrave, kanë hongër burrat e gratë, çka ka met që aty ndaj trosh, ndaj pjesë, ndaj copë e gjellës, ndaj e mishit e tjera e tjera. Prandaj këtu në Australi, kur s'ka pas të drejta ajo më ul me burrin, po është desht derisa të hanë burri bukë me nejtë në kam. Edhe çka ka met për ushqimit burrit, atëherë çato e ka hangër gruaja. Ajo vdiste pa trajtime mjekësore dhe pa mbikëqyrje të afërmve. Qëse ka qenë sëmur, askush nuk është kujdes për ata. BMW, faleminderit për numrin që e keni shkruajtur. Nëse kishte jetë të gjatë, në shumicën e rasteve ajo mbytej. Faleminderit. Faleminderit BMW. Pra e kanë mbyt gruan që se ka pas jetë të gjatë. Dashuria ndaj prindërve, kur ta shikon edhe këtu, për shembull kemi shumë raste edhe në popullin ton, sidomos në këto kohrat moderne, çka s'ndodhin në shtëpijat e pleqve. Madje janë vërtetuar shumë raste edhe në Perëndim ku janë dhënë injeksione të ndryshme vetëm se ka qenë më shumë. Hajde me përcjell botën tjetër. Ersi, faleminderit. Dashuria ndaj prindërve ishte e tillë që kur prindri mbushte moshën 40 vjeçare dhe vuante nga ndonjë smundje e pleqërisë, e varrosnin për së gjalli. Kjo është në Australi. E ku është sot Australia? Në Zelandën e Re, femrat përdoreshin për të bartur, faleminderit, pesha të rënda, sepse konsiderohej çburrnim nëse burrat ngrinin pesha. A ka thu edhe në toka tona shqiptare kështu, deri vonë në kuks edhe sot gratë e vendosin peshën e druve në shpinën e tyre, e burri hec përpara me një shkop tu jam shu gurve. E keqe, ha? Gruaja në Afrikë. Mishi i femrës konsideroi më pak se në Australi. Të gjitha punët bujqësore, endja e tapetave, faleminderit vë mos u harxho vllai nderuar, mbjellja dhe ujitja ishin punë e femrave. Femrat ishin berber, hamal dhe kururg, ishin krejtësisht femra, ndërsa burrat merreshin me rroba qepsi, larje rrobash dhe nganjëherë me punë metali. Armët, veshjet dhe kapelat e burrave ishin të shtreta dhe nuk guxonin të prekeshin nga gratë. Në ishullin Marquesas, mishi, pulat, frutat e kokosit dhe arrat ishin ushqim vetëm për meshkujt. Gruaja në Amerikën e Veriut. Femrat siguronin ushqimin e familjes, ndërsa burrat vetëm dëfëreheshin. Burrat i mbytnin femrat e moshuara që nuk kishin fuqi për të punuar. Gratë bënin roje gjithë natën kur kishin frikë nga sulmet e fisëve, gjatë luftës apo gjatë kohrave jo të sigurta. Gruaja në Arabi, po sa lindet e fëmija, zemra, Luan, hapja derën e banjos. Femrat, po sa linte fëmija vajzë, familjet e njohura e varrosnin për së gjalli. Kjo është e ditur pra në kohën e para se me ardhi feja islame.
Pra, posa të lindë vajza, si të kuptonin që po lindë vajzë, e kapke prej barkut nënës edhe fuste në varë. Bile një rast vjen Omeri, khalifja e dytë, që i thojmë në të sunit është e njoftur Hazreti Omeri, bile ka edhe filmin e Omeri. Edhe pse ai film është shkëput disa pjesë nga regjisori që është bërë dhe është ndëshku bile ai regjisori pse i ka tregu disa të vërteta për Omerin, halifen pra. Dhe një ditë vjen Omeri te profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, edhe i tregon rastin. Gruaja e Omerit ka lind vajzë, por Omeri, khalifja e dytë, ka qenë në një udhtim. Dhe kur vjen prej rrugës e sheh që gruaja më nuk e ka barkun. Thot, ku është fëmia? Thot gruaja, thot, ka lind vajzë, po vajzë e vdekur. Edhe tha, e kemi vorros. Nejse, shkon një kohë e gjatë, edhe mas 8-9 vjetëve, gruaja e Omerit e ka gëny Omerin, burrin e saj, sepse s'ka pas atë fuqi me pa se si foshnjën prej barkut nënës me fut në tokë për zgjalli edhe me mbulu, faleminderit Beare. Dhe çka bën, ajo thot më mirë, thot masi s'ka qillu burri këtu, shkon edhe e çon në mal me një fshat malor te prindrit e saj. Ashtu fëmin e vogël, ala as gjinin nuk ja ka dhënë qumshtin. Dhe mas 7-8 vjetëve e bjen aty edhe i thot, kur vjen ajo vajza në dhomë, ajo Omeri e din që i ka vdek, edhe she vajzën 10 vjeçare, e bukur, e mirë, e shëndosh. Edhe kur e she te dera, edhe i thot gruas vet, thot, kush është kjo vajzë, ka që bukur, ka që mirë? Tha, unë s'kom pa këtu në Medinë kësi vajzë, në Mekë. Ajo thot, o burri jem, thot, kur e kum lind vajzën, unë prej dhimbjes se ti mos po ma mbyt vajzën për së gjalli, që she kanë pas adet, në kohën para islamit, por ka pas edhe fise, si fisi i profetit Muhammed, nuk i kanë myt qikat, vetë Hazreti Hatixha 3 qikat motrës i ka pas, në mbikëqyrje, jo të vetat, se është martu, jo grue vete profeti, pra po grue e pa martume ka qenë, po 3 qikat kanë qenë të motrës së Hatixhës. Edhe vetë Hazreti Hatixha, do me thonë edhe pse s'ka ardhe ndë islami, ka pas si familje fisnike që nuk i kanë myt fëmit, vajza, foshnje, posa të lindura. Edhe, mirë po, fisi Omerit, vetë Omeri, e ka bo këtë mëkat, po kjo ka qenë para islamit. Dhe Omeri i tregon në profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, se si e ka mbyt vajzën e vetë. Dhe profeti thot, amanit koft, largoju prej këtuit, Zotit ta ka falë se e ke bo para islamit. Ama largoju prej këtuit se po figurohet ajo situata e vajzës tënde, dhe thot, Omeri thot, s'po mundet me muhek prej kokës, kur vajzën 10 vjeçare ja ka lidh durt, në realitet nuk ja ka lidh durt, po ka shku deri te varri, edhe e ka hap varrin e asaj vajzës vet, dhe pastaj e ka marr vajzën, e ka fut në varr për zgjalli, vajzën 7-8 vjeçare. Ja ka lidh durt edhe e ka fut vajzën për zgjalli, dhe thoshte Omeri, tu e mbulu, nuk po m'hiqet prej kokës, kur unë tu ja qit dheun, ai dheu i kcente për mi gjoks. Dhe për këtë thot s'po m'hiqet prej mendjes shka kam bo unë. Pra kështu kanë bo njerëzit në kohën e Arabis, pra fëmit i kanë mbyt foshnje të vogla, por kjo e Omerit ka qenë katastrofa më e madhe, që se mban mend historia vajzën për zgjalli me myt në moshën 7-8 vjeçare. Hajtë sa ka lind prej fëmis,
Po në atë kohë, nëse baba nuk e ka myt vajzën e foshnjë që ka lind vajzë, atëherë ai nuk ka pas burrni. Dhe e kanë besu që ajo vajzë ka me shku të një familje tjetër dhe kam ju dhonë tjetër kujt e kam ja marrë ftyrën e ka qenë një krijesë si e mallkume për njerëzit para islamit. Pra, si që pam edhe këtu të australianët, në Australi, në Afrikë, në Amerikën e Veriut, e tjera në Greqi. Mandej vazhdojmë. Burri ishte një qenje brutale, më i egri se kafshët, arabët, para islamit. Ai nuk kishte mëshirë as për fëmijët, as për gruan e tij. Prandaj gratë shiteshin dhe bliheshin si kafshët e barrës. Si lop ka qenë gruaja në kohën para se me zbrit feja islame, para se me zbrit Kurani. Madje pra i kanë shit gratë e veta, i ka pas një arab për shembull një burr 20 gra, ai ka shit gratë edhe për punë tek qia, gjithë natën i ka qunë për shtëpijat me bajrakat e kuq, ka pas shtëpia me bajrakat kuq, që kanë qenë shtëpijat e prostitucionit, dhe burri e ka shit faktikisht gruan e tij. I gratë e tia dhe i ka pru, pastaj mëngjes kur kanë ardhur kanë pru para, ato kanë bë qef apo prej dhunës, apo prej qefit vet, apo prej që kanë qenë të detyruara, sepse burrat janë kanë shumë brutal në Arabinë Saudite. Mirë po ja që këta gruan plak nuk e pas kanë myt për zgjalli. Po nuk e pas kanë myt për zgjallin krahasim me këta tjerë që në Austri thot kur ka ardhur koha mbi 40 vjeçare dhe nëse ajo ka vujt prej ndonjë smundje apo prej pleqërisë, ma shumë se 6-7 e kanë varros edhe gruan për së gjallën. Ndërka që në Islam faleminderit Zavel. Ndërka që në Islam po i lexoj shpejt dhe më njerë po hym biseda bashkëbisedime. Sipas teksteve të përdorura për shqyrtimin e kësaj teme, vërtetohet pa diskutim pjesëmarrja e gruas në të gjitha fushat e jetës në kohën e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Pjesa më e madhe e teksteve e vërtetojnë gjithashtu faktin se gratë që kanë marrë pjesë në shoqëri kanë qenë të moshuara, të moshave të ndryshme, madje edhe të pamartuara, të reja dhe jo të kaluara në moshë. Pra, gratë në kohën e profetit kanë qenë shumë aktive, të reja, të pamartuara, të moshuara. Të gjitha takimet në kohën e profetit dhe kontributet që kanë ndodhur mes grave dhe burrave në ambiente të ndryshme janë zhvilluar sipas rregullave islame. Nuk kanë patur asnjë problem të tillë që të çojnë në izolimin e palëve nga njëra tjetra. Do me thonë, nuk i kanë izolu burrat dhe gratë. Kanë qenë të dytë burrat e gratë, kanë qenë shitse, kanë qenë businesswoman, Hazreti Hatixha ka qenë grua e njoftur për biznesin që e ka zhvillu, pra të gjitha kanë qenë zbashku me një shoqëri, pra mashkull edhe femra. Po e krym që të faqen, për me pa, kjo është pra shkrimet e mia që i kam prezentu në për konferenca. Gjithashtu ka ajete të cilat janë shpallur pas dhe para ajetit të mbulesës dhe ka tekste që kanë lidhje vetëm me gratë e profetit. Këto tekste mund t'i tregojmë për takime të grave të tjera me profetin, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ose edhe me sahabe. Këtu po dënë me tregu, do me thënë sa ka qenë gruaja aktive në shoqëri edhe në mesin e burrave të tjerë. Ndërka që këtu kemi disa ignorant që thot, pse po hintin TikTok, tu gjitha burra janë, pse ashtu, pse kështu, e tjera. Zot falë në ignorantët, jep ju mendje të shëndosh. Do me thonë në mbi të familjen e tij, ose edhe me sahabët, pra janë taku shokët të tjerë, prezent, apo gra që takohen me burrë, me një burr ose disa burra,
ose një grup grash në një takim me një burr ose disa burra. Këtu pra I kam shtjellu me argumente, me Surja Ahzab ajeti 32, me fusnota, me të gjitha, për shembull libri Lufta në rrugën e Zotit, pra I kam marrë këto shënimet. Në rast se ajetit që thot rrini në shtëpi është më mirë për ju, do ta merrnin si urdhër për të gjitha gratë muslimane, atëherë thjesht do të zbatonim një këshill që u takon vetëm grave të profetit. Paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Dhe do t'i privonim vetës zbatimin e shumë urdhëresave të tjera, si mësimi I dijes, kontributi dhe ndihma ndaj të tjerëve, lufta në rrugën e Zotit e tjera. Pra, nëse e marrim këtë ajetin, Surja Ahzab, ajeti 32, në fusnot, ku Zoti thot grave të profetit, rrini në shtëpitë e juja, nëse dhe na e marrim këtë ajet për vete, që nuk është ky ajeti për krejt gratë, po veç për gratë e profetit, atër ne kishim me ne të gjitha të mbyllura në shtëpi, siç ka edhe shumë sekte radikale të cilët gratë mbyllin në për shtëpia, duke u bazu të ky ajet kuranor, I cili është I paraparë vetëm për gratë. E pas kom haru këtë ajet se këto tematikat janë prej para 7-8 vjetëve, të gjitha I kom ledhë, po që sa bukur ku po freskohen. Profeti a.s. ishte shembulli I përsosur I normalitetit dhe natyrshmërisë për çdo gjë. A ishte I ekuilibruar në saj të moralit dhe edukatës islame dhe edhe para se të zbritej ajeti mbulesës. Do më thënë, I ka ditë të gjitha normat, nëse edhe pse gratë deri para ajetit mbulesës kanë qenë pa mbulesa, por edhe mas ajetit të mbulesës nuk ka pas dhunë që krejt gratë me umblu, po shumë mirë tregon në surën Ahzab, ajeti 32, 59, aty tregon se si gratë besimtare, gratë e profetit Muhammedu desh ta vendosin shamin. Vazhdojmë, kjo është tema e gjatë. Profeti ishte shembull I përsosur I normalitetit dhe natyrshmërisë për çdo gjë, pra nuk ka qenë ndaj ekstremi. A ishte I ekuilibruar në saj të moralit dhe edukatës islame. Edhe para se të zbritej ajeti mbulesës, ndërkohë që në shtëpinë e tij vinin gra dhe burra për të mësuar. Profeti, paqja qoftë mbi të, e pa tek gruaja një njeri me përgjegjësi të barabarta me burrin para Allahut të lartësuar. Medina ishte qytet ku mbizotronte Islami dhe disa mund të mendojnë se dalja e gruas ishte e sigurt në atë kohë, por mos harrojmë se në Medinë dolen edhe munafikët, apo kishte edhe njerëz që e kishin pranuar Islamin, por në zemrën e tyre kishte akoma diçka që nuk kishte ndryshuar. Do më thënë, gratë mundin me thonë, po atër kanë dalë gratë edhe martume të moshume, vajza kanë dalë në shoshni sepse Mekja ka qenë edhe Medinja shtet Islam, I sigurt. Po këtu e kam cek se mos u habitni sepse edhe në qatë shtet, në qytet që keni mendu se është I sigurt, ka pas shumë munafik hipokrit që kanë thënë unë jam musliman, nga ana tjetër kanë bërë shumë çrregullina në shoqëri. Megjithatë, ky nuk ishte shkak që gratë të mbylleshin në shtëpi. Përkundrazi, ato shkonin në xhami dhe merrnin pjesë në aktivitetet që organizoheshin në të dhe në institucionet e ndryshme të diturisë. Theksojmë kështu që xhamia ka qenë qendra e të gjitha llojeve të aktivitetit. Sot xhamit janë veç me fal namaz, me lana e xhenaze, edhe tjetër sen nuk ka rol. Me ndëgju në ligjërat, tjetër rol nuk ka xhamia. Sepse edhe në kohën komuniste, bilet xhami nuk kanë mund me shku të rinjet, se me njerë janë etiketu edhe shteti komunist, partia komuniste ka pas mandej e ka etiketu dhe e ka pas në sy të keq. Apo në Shqipëri, xhamit edhe më e keqja, janë rrafshu për toke. Prandaj, në atë kohë,
ka qenë qendra e shkencave, qendra e çdo lloj aktiviteteve. Takimet midis grave dhe burrave për të cilat do flasim janë takime midis muslimanësh që falen 5 herë në ditë, takime që kryhen sipas edukatës islame, por megjithse sot kushtet e takimeve mund të na çojnë në diçka të ndaluar, kjo nuk do të thotë që bëhet haram çdo lloj takimi, por tregohet shumë kujdes në këtë lloj takimesh. Tash na mundem me thënë, ju valla, unë s'po shkoj në restoran dhe kom një takim apo i kom një aktivitet që për shembull ka alkohol në restorane. Dhe kjo, na e dim që alkoholi është haram, po kjo s'bën me na nal neve prej takimeve, prej bashkëbisedimeve, prej aktiviteteve të ndryshme, etj. Zakoni ka një forcë të madhe tek njeriu, ndaj përshtatja me një jetë të mbyllur do të çojë në nxitjen e epsheve dhe pasioneve midis dy gjinive. Dhe ky nuk është vetëm një mendim, por është një realitet që dëshmon se pikërisht ata që vinë nga një jetë e mbyllur e kanë sforcuar vetëpërmbajtjen aq shumë sa që në momente të caktuara nuk përmbahen dot. Për shembull, në kohën e para luftës, gratë kanë qenë më të moralshme. Pse? Sepse kemi pas edhe ligjet, ani pse kemi qenë në sundimin e Jugosllavisë, mirë po kemi pas ligje dhe kemi pas një ligje i cili të ka dënu për çdo vepër ta moralshme që ke bë, mirë po në një farë mënyrë na e kemi ditë që Serbi për neve është dushman, armiku jon, dhe nuk kemi leju që Serbët të na ngacmojnë gratë, vajzat e tona. I kemi pas pranë në një farë mënyra armik. Dhe ky kanë qenë gratë më të izoluara, por me kalimin e kohës kur mas luftës, pra si thot këtu, është një realitet që dëshmon se pikërisht çato gratë që kanë shumë të izoluara në atë kohë, po nuk i është mësu për shembull vajzës qyr me babën, ani që ti duhet me shku në shkollë të mesme, duhet me shku në fakultet, ani që je muslimane, me shami nuk po mundesh me shku, po prap ti duhet me shku në për shkollat mesme, mu shkollu në fakultete, mos me nejte pa edukume. Me po ka pas njerëz për shkak se nuk e kanë pa rrethin të duhur, kanë shku vajzat në atë kohën e di me minifunda, ka pas një veshje si uniform, në për fabrika kanë punu edhe gratë, kanë pas si veshje uniform, s'ke mund të me shku me veshjen tënde modeste apo islame, dhe mu këto gra për shkak se kanë qenë shumë të izoluara, edhe vajzat ma të tje, pastaj mas luftës na kemi dal komplet prej normave morale, jo komplet gratë, po që ato gratë që kanë pas moral pakës, mirë po kanë qenë të mbyllura, kanë dalë komplet nga normat e tyre morale, ose kanë bë tinës disa punë që nuk bëhen. Zakoni ka një forcë të madhe tek njeriu, ndaj përshtatja me një jetë të mbyllur do të çojë në nxitjen e epsheve dhe pasioneve midis dy gjinive. Kur ta mbyll, ai më shumë ka qef me ditë. Kur është diçka e ndaluar, më shumë ka qef me ditë. Pse është e ndaluar? Prandaj kur nuk do të mi thonë haram halal, po ule fëmin, ule vajzën, pse është e ndalume? Kjo pse është e Zoti e ka ndalu alkoholin, e ka ndalu lidhjet e lira, me pas dashnor, me pas kutadiun e tjera, me pas lidhja morale, apo me pi drogën, apo me bë ato këto, jo mi thonë haram është, po ulu edhe tregoja fëmis. Pastaj vazhdojmë, mos vallë profeti Muhammed ishte kundër zemrave të pastërta dhe lehtësimit për muslimanët që lejoi takimin midis grave dhe burrave. Thot, pas ka qenë profeti qatë shumë i ka dhënë liri grave që mu taku burra gra, thot, a ka pasaj zemra, kundër zemrave të pastërta, a ka qenë profeti
kundër lehtësimit të jetës, po të ishte më mirë ndarja midis dy gjinive, atëherë profeti do të kishte bërë ndarjen që në kohën e tij, duke filluar që në xhami apo në bisedat që bënte me gratë, do t'i kishte bërë në mënyrë të izoluar. Nga kjo kuptojmë se shumë mësime radikale të muslimanëve nuk vinë nga jeta e profetit që keni në këtë libër, por vinë nga fanatizmat e traditave të popujve të ndryshëm. Një rast më konkret, unë shkova në Turqi edhe e kisha një shoqe. Edhe burri jem, do më thonë, kanë qenë shok me burrin e saj, dhe besoni kur kemi hyrë te shtëpia e saj, banesa e saj e madhe e bukur, mase 3 orë kemi nejt veç. Burri im shkoi me një dhomë tjetër, e unë u desh me nejt me atë shoqën teme. Pra, s'ka guxu ajo shoqja ime turke në atë kohë, në kohën kur kam qenë sunite, ata ishin qatë shumë e kishin strikt të ndaluar me nejt burra gra bashk. Ndërka që mas disa vjete kam shku edhe në Iran, edhe e kam pa se gratë, atje vishën disa gra që janë ma besimtare, kështu me ato si qadure, kanë si qashaf i zi, edhe kam pa që gratë e kishin normal me nejt me burrat, por normal rrinin me veshjen e tyre pra. Me veshjen e tyre si me nejt në restoran jashtë dikund, apo rrugës që kanë hecë. Me qatë veshje rrinte edhe në shtëpi, por mysafirit mashkull i dilte dhe i bante sajgi. Pranver, hej mubarek Ramazan. Do të lishoj edhe muzik patriotike, po na afrohet muji i bekuar i Ramazanit, prandaj një freski. Kjo është zërim edhe shkrimet e mi. Janë rahmet, vjen ditë mesme, maghfiret, falje. Vjen ditë vunë, ditë selamet, hej mubarek Ramazan. Vjen ditë vunë, ditë selamet, hej mubarek Ramazan. Shikona apo dëgjohet ma mirë ajo. Hej mubarek Ramazan. Lexojnë hafizët, derse japin vaizët, ne jem bilbilat e tu, hej mubarek Ramazan. Ne jem bilbilat e tu, hej mubarek Ramazan. Nikola, bye bye. Eka, Latife.
Ajde, boni tap, like edhe përgatitni kush don me hy me fol. Minëti na premton, gjithë me gëzime e festojmë, se kjo është festa jon. Hej Mubarek Ramazan, se kjo është festa jon. Hej Mubarek Ramazan. Okej. Hajde ta marrim kush të shiron me hy me pyet diçka, me fol diçka. Sa ndryshe po dukem. Te Facebooku ma ndryshe, këtu ngjyrat më interesant. Po jo shumë ndryshe. Veç këtu po jam pa filtera, edhe tek TikToku po veç pak e kam një krem. Interesant. Hera parë në Facebook që kom im. Apo dëgjohet ma mirë zoni me mikrofon? Hajde dikush po don me hym? Ta këshyrim kush po ta don me Henry Bushi. Një emër, hajde po e marim. Henry. Drita po, falenderit drit. Mashallah, falenderit. Dije kam rregullu pak është micro needling. Do më thonë ishin e kam edhe videon mund ta shikoni këtu, ju që jetoni në Tiranë, nëse shkoni tek ajo rruga 21 duket i thoshin, e keni 10 different hijab, është Sara, për ndryshe keni reklamën këtu te TikToku im, edhe në Facebook e kam vendos. Ajo po mirë ke një 4 i proveta gjak prej krahut, fanin, edhe mandej me gjilpëra micro needling, pra ato gjilpërat e vogla, po u futshin në lëkur. Edhe lëkura po u bëjke si me thënë si baby face, shumë e lëmuar, do me thënë gjakun tënd, personal, përmes gjilpanave po e përtrin pra këtë, përmes plazmës së gjakut po e përtrin likurën, edhe ato qelizat e vdekura po largohen nga fytyra, edhe që për 10 ditë e kam bo, edhe qëtu kam pas pak jado si vija, te për bukur. Helshani, hajde Helshani, mirë se na erdhët. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma juaj. Desha me ishtë përshëndeti ma mira je. E të luft goja, faleminderit, zotit gëzoft, faleminderit Elshan. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë nderuar, zotit gëzoft, gjumin e amël. Gjumin e. Që sa njerëz të mirë ka, po kupton? Dikush pyeti pak ma përpara, tha kur po hyn namaz, po kam mendime të këqija. Do më thonë, me njëherë si të hyn namaz, po të fillojnë mendimet me të ardhë. A të mira, a të këqija, a plane, a ide, të gjitha këto vinë për arsye se nuk po mundësh me u shkëput prej dashnisë dhe prej aktivitetit toksor të kësaj bote për mu lidh me Zotin. Këtu është problemi. Prandaj, kur fillojmë me hyrë në namaz, para prakisht, abdesi do të me qenë fillim i përgatitjes së takimit me Zotin. E keni pa, kur keni ndonjë takim, fillon prej asaj se me ndonjë person me rëndësi,
Prej asaj fillon ti duhet me hi në mendime çka ke me vesh, si ku mu duk, çfarë parfimi ke me qit, se edhe për namaz është mirë me qit parfym, edhe të vjen koncentrimi më i mirë edhe të largohen mendimet e këqija. Edhe në momentin kur qesim parfim, shejtani largohet prej neve. E kemi fjalën për namaz, si për femrat edhe mashkullt. Edhe në jetën e përditshme, pra janë ato etapat se si duhet mu pregadit për me hy në namaz. Pra, në momentin kur e merr abdesin, Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit vendosa me marr abdes. Pse me marr abdes? Me ju afru Allahut. Okej? E lajmë pra duart, gojen hundën këto lahen para abdesit, e lajmë ftyrën, edhe tu kur e lajmë ftyrën, me njëherë mendojmë që me qëtë ftyrë kemi me dalë para Zotit. Prandaj kur e lajmë ftyrën, i largojmë mëkatet e gojes, hundës, syve tanë. Sepse na mundëm me bë mëkat edhe kështu, kalon para dikujt edhe sa i rakeqe. Ose vetëm me mimika, me kështu shtremat, ose diçka flasim, e tjera. Prandaj, për me qenë e koncentrume në namaz, duhet m'ja fillu prej abdesit. Si ta marim abdesin fytyrën. Mande, o Zot, ma pastro mëkatet e mia, o Zot, bëre që kjo fytyra me dalë e pastër para teje. Si nga mëkatet, si nga nuri që ma jep. Pastaj, kur e lajmë krahun e djathtë, do me thonë në qesim ujin këtu nalt edhe të poshtë e qojmë, jo kështu. Sepse teshat kur i shtrydhem ujë nuk shkon të nalt, po shkon të poshtë. Prandaj e marrim me dorën e djathtë ose e shtim në qeshtme, po ma mirë është me dorën e djathtë, edhe i qesim ujë deri këtu te bryli, me prek brylin një gisht. Edhe themi, o Allah, afroni, ma jep librin tim nga dora e djathtë, sepse takimi i parë me librin e jetës sonë është takimi i parë, pra. Është takimi i parë kur na takohemi me engjëjt, me melaqet, para se me shku me dalë në ditë kiametit, dhe të lumët ata, thot profeti, që i vjen libri prej kiramen katibit. 2 engjëjt që na kanë shkruajt veprat tona të mira dhe të këqija. Edhe i lumi, thot, është ai njeri i cili i vjen libra e tij nga përpara ose nga ana e djathtë. Dhe kur e lajmë krahun e majt, i qesim abdes, edhe çka themi? O Allah, mos largoma, mos lejo që libri të më vije nga dora e majt, dhe kështu pra tu e la, tu lidh me Zotin, ajo vetëm merr abdesin del, Allah e kber, kërkon si e lidh me mend. Pra, o Allah, mos lejo që të më vije libri nga ana e majt. Kur japim mes kokës, sepse veshi, qafa, këto janë synetet. Goja, hunda, këto janë 4 synete. Do më thënë që s'kan të bëjnë me farzin. Farzi është në surën Maide ajeti 6, që aty e keni, pra 6, sigurt jam. Pra në surën Maide ajeti 6, tregon, pra surja 5 ajeti 6 tregon për abdesin. Pra abdesi është ftyra, krahët, mes kokës dhe mes këmbëve. Dhe goja, hunda, veshët, qafa, këto nuk janë farzet obligative, po këto janë synetet. Pra, shkon para se me nis abdesin, e frin hundën, i lan gojen me brush, thot profeti është më i vyshëm, disa 70 herë është më i dobishëm, më sevap, namazi kur ti e pastron hundën, e pastron gojen. Pra me dal para Zotit me gojë të pastër. Edhe kjo pra, kur t'i japim mes, masi e kemi la ftyrën, duart, japim mes kokës. Thuhet se në ditën e kiametit, kur do të presim
para Zotit do të ketë një nxehtësi shumë të madhe. Prandaj ky mes kokës që e japim, kjo do me thonë që ne nuk do ta ndiejmë atë nxehtësi të madhe në atë ditë. Dhe e lajmë në realitet i marrim mes këmbëve, a nëse i kemi pas papastërta, këmbët i lajmë para namazit, me undë, me gojë, me vesh, me qafë, katër, me kam, i lajmë para namazit, sepse abdesi nuk të pastron, po abdesi të afron te Zoti. Prandaj na themi Bismillahirrahmanirrahim, vendosa me marr abdes, jo mu pastru, por me ju afru Allahut. Kur e merr abdesin me ju afru Allahut, pra nuk ka lamje e shpërlamje. Unda, goja, veshi, qafa, edhe këmbët, nëse i ki papastërta, i lan mirë i terë dhe ma në fund, si mas Kuranit, e marim pra ftyrën, krahun e djathtë, të majtën, kokën, mes kokës dhe mes këmbëve. I bim pra këmbëve mes, e lagim me kam. Përndryshe keni video në kanalin tim YouTube Iqbal Khuduti. Iqbal, ju lutem bëmani subscribe. Edhe ju që jeni në TikTok, në YouTube, në Facebook që ju kam, gjithashtu, ju që s'm keni shoqe në Facebook, më bëni follow, sepse krejt informatat i keni në Facebook, edhe shkrimet e mia, edhe aktivitetet e gjitha. Dhe pastaj, masi e fal namazin, e merr abdesin, mendon edhe për atë ujin e pastër që ndoshta në Afrikë nuk kanë. Kur mendon kështu, atër ma pak e harxhon. Ma pak e harxhon ujin. Edhe për abdesin e keni në kanalin tim në YouTube Iqbal Khuduti, si mirët abdesi në praktikë. Pastaj vazhdoj. Kur hym në namaz, nëse hiç nuk ki koncentrim, shko me një qoshe të dhomës, që ti dur qështu, me një qoshe të murit, kjo është për praktikave islame, që është në ka mësu Ehli Bejti, profeti Muhammed, sallallahu alaihi wa ali, shkon me një qoshe, edhe e paramendon vetin se ke hin tabut, je vdekur. Që do me thonë, kjo ty të bon mu koncentru, se kur hyn namaz, pejgamberi, Ehli Bejti, Imam Aliu, Fatimja, Hasan Huseni, kur kanë hyn namaz, ata aq shumë kanë qenë të koncentruar, sa që dhe ftyra e tyre ju ka bon nur, dritë, si kur e verdh, si kur të vdes njeri, ftyra ju ka verdhu. Një rast, kur Imam Aliut me një luft i hyn një shigjet në mes të miniskusit në kam, qaq rrezik i ka hyj ajo shigjeta, sa që doktorët thënë, shigjeta është me helm, i shkojnë te pejgamberi, i thënë, ja Resulallah, shigjeta i ka hi shumë keq Imam Aliut, në gjunje. Dhe thotë, është plus e helmume. Na thotë, s'po mundemi me ja hek, se kam ja kap krejt trupin kam ja embu. Edhe profeti thotë, nuk është problem, thotë, po kam e pas shumë dhim, s'kam e mund me duru. Profeti thotë, o, nuk ka problem, thotë, kur të hyni Imam Aliu namaz, atëherë shkoni, operoja një kamën e ti, që do me thonë, namazi për besimtarin është opium. Do me thonë, atë shumë a i koncentrohet e Zoti, sa që nuk e ndin, as nuk i bjen mend, dikusha e ke pa, kruhet, ane, knej, ma mirë hiq, prishe namazin, kruju, pastroju, bënu qa dush, kur hin namaz, hin direkt, pa këto gjana tjera. Edhe te Imam Aliu, njësoj pra, shigjeta i ka hin qaq keq, sa që profetit thot, kur të hyn namaz, thot, hekja një shigjetën se s'ka me marrë vesh, dhim bjen. E tash, këtu zonja apo zotëriu që pyeti, tha kam problem, po m'vin mendimet. Pse të vin mendimet? Sepse edhe kur bjerë me flejt,
ty nuk të merr gjumi. Pse? Sepse edhe mjekësia, medicina e ka vërtetu se njeriu kur bjerë me flet, ai thot shpirti i shkon në vendin e tij nga ka ardhur. Dhe thot 90-95% shpirti e trupi është si i vdekur. Në gjumë njerëzit munden me të mytë, me të bo çka do, si ke ato reflekset. Prandaj na kur bin me flet, nuk e lejojmë shpirti jon me shku te Zoti aty ku e ka kriju vendin e tij, te burimi i shpirtrave. Po na e marrim, sot çka ka qenë, nesër çka ka mu bo, aty, këtu brengosemi, edhe gjumin nuk e bëjmë mirë, edhe kemi angst, kemi probleme gjatë natës, ose mas marrëdhënieve seksuale nuk na merr gjumi mirë. Pse? Sepse ai shpirti jot s'u gjen vendin se duhet mu la, duhet mu pastru, e masani me ra me flet, etjera. Kështu që edhe në namaz, na kur hyjmë, duhet me ditë që shpirti jon po don mu lidh me ata, krijuesin. Edhe Zoti po thot amani bre Iqbal bre, 24 orë bre i ke bare 5 minuta bre koncentroju se unë po du mu kanë me ty. Allahu thot. E melaqët çka bëjnë? Melaqët presin rekatin e parë, presin rekatin e dytë, presin tretin, presin katërtin, edhe ti s'je kërkun ment andej, ma në fund thot e kapin atë namazin, tëndë dhe blup ta gjujnë për ftyre. Që do me thonë, nuk është i namazi i pranuar. Prandaj, për vepru koncentrim, ajet kuranor thot kur hyni në namaz, as mos e ngritni zërin, as mos heshtni. Pra, duhet edhe nëse janë 3-4 veta, hafëzat kur lexojnë Kur'an, ata krejt lexojnë me za, sepse ata koncentrohen vetë çka po thojnë, jo tjerët, e ti nuk mundesh me u koncentru vetë çka po thu, derisa ti nuk flet me gojen tënde. Prandaj, për me pas koncentrimin namaz, dikush thot, mos e nal në televizorin se mu s'm pengon. Ty nuk të pengon nëse ti vërtet lexon me zë. Për shembull, jo me lexu s'pen dëgjon veten, po lexon me frymarrje, merr frym, koncentrohesh edhe lexon me zë t'ult, qose janë ma shumë veta, pak ma t'ult, qose je vetën, lirisht qite pak ma nalt, po jo me ndëgju krejt njerëzit, se ka njerëzit që nuk mundën ty me duru i pengon namazi jot, sepse aja është i mushur me gjin, me send hik prej sobës, prandaj prej dhomës, prandaj ti ju duhet me thënë kështu me këtë tonalitet të zërit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Errahman Errahim, Maliki Yawmiddin, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. E kuptum? Pra deri tash thash që me dëgju vetën. Momentin na kur e dëgjojmë vetën, atëherë dhe kemi koncentrim. E dyta. E treta, me radhë, njëri ishte abdesi, mande ishte në qëse veç hiq nuk i koncentrim, vin mendimet, vin ide çka ki me bo, shkon të qyshja me një qoshet dhomës, i qet durt kështu, e paramendon vetin se ke hin tabut, e dyta. E treta ishte mas abdesit pra kjo, e treta me u koncentru, me zë, me lexu, e katërta mos i ndryshoni segjadët pra, mos i ndryshoni. Veç pakës se që tu po don me u argju kjo bateria i të telefonit, të Facebookit, që veç pakës ju lutëm, sepse edhe këtan që janë Facebook është u inqizu, ndoshta dikush tjetër, e shumë bukur. Pra, e katërta ishte mos i ndroni segjadët. Edhe segjadët duhet me qenë sa ma shumë një ngjyrë, mos me pas shumë zbukurime send që me të shku ty mendja aty.
Dhe kështu, provojeni pra kështu, në këtë mënyrë, Sherif aleikum selam vllai dashur, dhe do ta shihni se keni me pas koncentrimin maksimal. Vetëm kujtojeni qëta që ju kur shkoni me një takim, a mendoni ma për vajzën, për djalin, për ata këta, kime shku me një takim me kryeministrin, ose me dikon tjetër, çka kime mendu ti? Pra, du të me mendu çka kime fol me ta. Prandaj dhe e pesta, për me pas, edhe e fundit, për me pas koncentrimin në namaz, normal na muslimanët, neve namazin na bashkon se krit botën, pa ma parasysh që jemi sekte të ndryshme, namazin e kemi identik, një lloj. Vetëm normal dur dikush i lidh ma poshtë, ma nalte, dikush rafsh i lën drejt për trupi e tjera. Por, e pika e 5 dhe e rëndësishme është që namazin edhe pse e bëjmë në gjuhën arabe, sepse arabishtja, gjuhë arabe është gjuhë hynore, gjuhë e Kuranit, dhe ajo kur ta lexojmë Kuranin arabisht, na ngritemi shpirtërisht. Ndërsa kur ta lexojmë Kuranin shqip, apo bosnjakisht, apo turqisht, anglisht, çfarë gjuhë dim, atëherë na ngritemi, forcohemi dhe ndriçohemi mendërisht. Në trurin, në mendja jo na ndriçohet. Prandaj, kur të themi Bismillahirrahmanirrahim, na s'kemi nevojë me thonë në gjuhën shqipe, por ama nëse ti nuk e din kuptimin e Bismillahirrahmanirrahim, atëherë çka kemi bo? Atëherë na jemi tu e recitu një vjersh, sikur vjen përpara vishin fëmijët nga Gjermania, nga Zvicra, edhe na s'kishim atëherë WhatsApp e send për me pa, po na u çuditshim sa i rrit fëmija, motrës, vllaut e tjera, edhe numër 1 i thëshim, haj me tezën recitoja një vjersh, edhe ai recitonte gjermanisht, me frymëzim, me të gjitha, me theksin gjerman, u kënaqim, ama kur gjë s'kuptojshim. Edhe kjo, për me pas koncentrimin, motra dhe vëllezër të nderuar, ne duhet që brenda namazit ta dim pra çto 5 pika që i përmendëm, dhe e 5-ta e fundit ta kuptojmë në gjuhën shqipe. Pra, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, elhamdulillahi rabbil alamin. O Zot, falënderimi i takon Zotit të botrat, fal Zotit që sot u ngrita në mëngjes, e pash qiellin, edhe tash më drejten namaz, faleminderit o Zot që jam ende në jetë. Errahmanirrahim, o Zot ti je mëshirues, mëshirëplot. Unë dje pata një ditë shumë të rëndë, shumë të vështirë, shumë e vujtje, me idhrime, por sot e kam ma lehtë. Faleminderit mëshirës tënde o Zot. Alhamdulillahi rabbil alamin, errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. O Zot, ti je sonduesi i të gjithësisë, i ditës kiametit, i të gjithave. Je sondues o Zot, unë jam një hiç jam. Prandaj Iyake na'budu wa iyake nesta'in. O Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë në shumës. Pse është në shumës? Sepse ndoshta vajza jote, ndoshta djali jot, nuk u ka ngrit me fal namazin. Ti si nan, ti si bab, je i brengosur për ta. Pse nuk edhe ata nuk janë në rrugën tënde. Ndoshta do t'jenë ma vonë, por për momentin nuk janë. Prandaj na kur lutemi në namaz, na lutemi edhe për fëmijët tanë. Lumja ajo nan që ngritet edhe e fal namazin, edhe i ngren duart, edhe e lut Zotin, Iyake na'budu wa iyake nesta'in. O Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo ta forcon bindjen tënde në namaz dhe koncentrimin. Ihdines siratal mustaqim, o Zot, e di që nuk jam ndoshta në rrugë drejt, po çdo herë në ditë na themi, o Zot, na udhëzo në rrugë të drejtë, na udhëzo neve familjen tonë. Siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin.
në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti o Zot je i kënaqur, dhe jo në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti o Zot je i hidhruar, dhe janë si të humbur, ata jetojnë, ata hecin, ata punojnë, por pa ty o Zot, pa rrugën tënde o Zot, ata janë si të humbur. Prandaj besoj se kjo përgjigje e keni marrë një përgjigje të mirë, edhe besoj se tash tutje mos keni me pas problem me mendimet të mira apo të këqija që ju vinë gjatë namazit. Ndërka gjatë ditës, kur t'ju vinë mendimet e këqija vetëm, ose kur të filloni diçka me fol me veten, vetëm me njerë nisja një Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Sepse për shkak vakcinave po paraqiten lloj ka simptoma tjera që po vinë çdo ditë më ndryshe, jo harresa, kujtesa është shumë dobësu tek njerëzit. Prandaj gjithmonë kur kemi shqetësime, kur kemi idhrime, kur kemi pikëllime, diçka, kur ndëgjojmë ndonjë lajm të mirë, apo harrojmë diçka, me njëherë, edhe tu bisedu, me njëherë duhet me thonë Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Pse? Sepse përmes selamit që ja çojmë profetit Muhammed, na e gëzojmë Allahun, sepse Allahu ka thonë vetëm për shkak Muhammedit, nuri Muhammedit, e kemi kriju edhe tokën, edhe qiellin, edhe hanën, edhe diellin, edhe malet, edhe lumenjet, edhe kafshët, edhe zvaranikët, edhe shpezët, edhe insektet, edhe njeriun, edhe të gjitha çka ekziston në sipërfaqen të tokës, përveç për hatër të profetit Muhammed, për hatër të nuri Muhammedi. Krijesa e parë, pra, krijimi i parë ka qenë nuri i profetit Muhammed. Mandej ka lindur në vitin 571, profeti ka lindur në mënyrë biologjike. Mirë po nuri i tij dhe i familjes së tij, ehli bejti 5 veta, ka shkriju në fillim të krijimit të çdo gjëje, pastaj janë kriju engjujt, pastaj janë kriju xhinët, pastaj janë kriju nesnasët, krijesat me intelekt të dobët, dhe më në fund janë kriju Ademi a.s. si krijesa njeri, e cila i ka pas në shërbim, edhe engjujt, edhe i kanë qenë në shërbim të profetit Muhammed, edhe Iblisi i cili pastaj u shëndru në shejtan, edhe nesnasët, krijesat që kanë qenë me intelekt të dobët. Prandaj çdo herë kur keni problem me kujtesën, keni problem me mendimet e këqija, me koncentrim, vetëm thirrni sa më shumë Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Okej. Selam aleikum, Aida Sheh. Aleikum selam, motër e nderuar. Berisha, faleminderit për zemrat, aleikum selam. Edison, ajde Edison, shkote nëna jote, se këtu i kemi vetëm shokët e mirë. Këtu nuk pranojmë na shokë si ty. Ajde mos na prish tash këtu, mos na fleq gjithë këtë live të bukur që 3 orë që kemi punu. Okej, të nderuar miq, kadal po shkojmë, po kjo supa pak na u kafto, na ka bo burri, po e mirë. Fantastike. Edhe po fillojmë me mbyll kadal se u bë nata. Edhe njëherë t'ju lajmëroj të nderuar miq, siç po e shihni në dorë e kam librin e 5 të radhës nëpër konferenca ndërkombëtare. Ky libër ka tematika të ndryshme, shkencore, mirë po janë me referenca të ndryshme. Nëpër të gjitha konferencat që kam mbajt, kam marrë medalje Eduard Trokitje, këtu i keni pra edhe fotot,
Pra, I keni pra shkrimet e mia dhe temat, shkresat, kontesat shkencore, gjithashtu I keni edhe këtu medalje. Por tematikat janë kryesisht, disa tema janë për gruan, si ka qenë gruaja në kohrat e lashta, si që thash në fillim, pastaj se si duhet ta modifikojmë, si të gjejmë alternativa për me ndryshu jetën duke u bazuar në normat kuranore. Aida Shehu, që tash ju tregoj si mund ta blej Aida, dhe kemi gjithashtu për personalitete shumë të mëdhaja në historinë islame, kemi për Hazreti Fatimen mase 20 faqe, gjithashtu sepse për Hazreti Fatimen shumë kemi pak libra, kemi mediat në islam, feja nuk është dhuna nuk sjell paqe. Kjo është një tematik që kam muajtë në Hamburg, në Gjermani, ndërka që personaliteti Hazreti Zejnebës, kjo ka qenë edhe që kam bajt një tematik në një seminar, ka qenë, nuk ka qenë konferencë në Istanbul, edhe ka në Iran, në Irak, në për tër botën. Që kam shkuar në për këto konferenca. Për shembull Hazreti Fatime Zehra dhe gruaja bashkëkohore, gruaja moderne, sa mundemi t'i përshtatemi. Keni me ajete kuranore, me gruaja në mediat, në mediat pra në rrjetet sociale, e tjera. Ky libër për ndryshe kushton 15 euro, por bashkë me këtë libër shkojnë edhe një 7-8 libra të cilat nuk I keni në internet, por ju ato I keni gratis. Pra, sepse kushtojnë nga 3 euro, 2 euro, po unë I kam me bollëk, po du bashkë me këtë librin tim, pra komplet me qenë 20 euro, edhe ja 7-8 libra tjerë, por ju duhet më shkruani, ato I keni gratis, por posta për Kosovë gjithashtu është gratis falas, ndërka që për Maqedoni dhe Shqipëri është kushton duket se 4-5 euro, ato duhet ta paguni ju, pra ju bjerë 24-5 euro komplet, por I merrni më se 7-8 libra, pra të bashkangjitura këtij librit tim, dhe unë ju dërgoj me post brenda 3-4 ditëve, pa pikë problemi. Mirë po, ju më shkruani në numrin 048 509 200. Për ndryshe reklamën e këtij librit, duanin që se mundet me shkruaj që se është aty, 048 509 200, pra Ylber edhe për ty zemër mundem me bo një zgjidhje, veç një moment, pra 048 509 200, e keni numri 201, ju shkruni edhe kam reklamën, ju qoj me post, këto edhe disa libra tjerë, 7-8, ato I keni gratis, a doni për edukimin e fëmijëve, kam shumë libra të mirë, kemi psikologji, kemi letërsi shqipe, kush dëshiron, kam shumë libra të mirë, me poezi, me tregime, të letërsisë shqipe, kemi diçka libra në gjuhën angleze, kemi libra në gjuhën turke, të fe, këto janë ma shumë për fe, që I kam në gjuhë të uja, por kemi edhe libra për psikologji, duke se thash, për edukimin e fëmijëve, libra për bashkëshort, burë e grua, ndërka që Ylberia, për shembull pyet, unë jam në Gjermani, për juve Ylbere është shumë lehtë, mund t'i çoni parat në Western Union, që unë me siguru, sepse I kam vetëm një 200 copa për momentin, por edhe 200 tjera janë të shtyp. Edhe unë me juve hyn kontakt, përveç këtij librit, ju mund t'i çoni parat me Western Union, dhe pastaj unë ju ndaj këto librat, ju ndaj veç, po ju që jeni në Gjermani, ju keni dëshirë gjithmonë çoni diçka ma shumë, e di ato prej përvojës, por edhe unë do t'ju jap libra ma shumë se sa që jap këtyre në Kosovë. Pra, juve mundi mi arrujt librat edhe kur vini verës,
nëse dëshironi mundni me më thirrë në aeroportin e kam 15 minuta prej shtëpisë teme, edhe mundeni me më thirrë me telefon, qose s'keni kohë me pi një kafe në Prishtinë, edhe pse kisha pas dëshirë, gjatë pushimit juaj. Nëse nuk keni kohë, atëherë vetëm thirrni në aeroport, unë ju përgatis librat edhe ju jap në dorë, sepse posta në Gjermani mbohet shumë shtrejt, ose keni dikon të afërm t'juajin. Për shembull, para disa ditëve vdiq një person, baba i një shtu prej followers që e kam në internet, edhe ai mi kërkoi një 10 copa me i shpërnda që aty që kam pas njerëzit që janë të libre për shpirtin e babës vet. Por sepse librën me shkrujt, me lexu është shumë sevap, veç me qel një flet në fillim të videos, keni mi pas në YouTube këtë çka kam folë, që mos ta zgjas, vetëm hapja e librit, veç leximi i librit është sevap, sepse po e kry një urdhër të Zotit, se Zoti po thot ikre, lexo në emër të Zotit tënd. Pra Bismillahirrahmanirrahim, edhe në momentin ti kur lexon ti je të kry një ibadet. Ibadeti është 70 lloje të ibadeteve. Edhe puna është ibadet, në emër të Zotit, pa alkohol, pa gjana të haram. Edhe namazi është ibadet, edhe agjërimi është ibadet, por edhe leximi është ibadet. Prandaj, nëse dëshironi, unë e juve që jeni nëpër Zvicër, Gjermani, mundeni me ia dhënë këtë numrin tem, ose një inbox më shkruani, i keni motrat, vllaznit, i keni këtu, mundeni edhe atymve m'ia dhuru, e ka naj ditëlindje, vetëm tregon mu me filan ditën, filan kohën me ja çon shtëpi, një komplet libra është dhurata më e mirë. Domethënë ata që jetojnë në Kosovë e ju doni m'ia bë surprise, atëherë unë i tu bëj këto librat edhe ja dërgoj me post në shtëpi. Ndërka që juve që jeni këtë deshta ta them motër, po Aida. Pra mundeni edhe për dhurata, edhe për surprise, janë ja do libra shumë të mira për nënat e juja, është Surja Yasin me shkronja edhe arabisht, edhe shkronja në gjuhën shqipe. Edhe i kom bë shkronjat pak më të mëdhaja, që një moment ta marr. Që për shembull, kjo është Surja Yasin. Edhe shesh, nëse s'besoni që çmimi është 2 euro, pra është çmimi 2 euro, por unë kam vendos që këtij libri që është 15 euro, me boni çmim 20 euro, por ju mi marr 7-8 libra. Për shembull, që kjo Yasini, zakonisht gratë kanë dëshirë, çdo sabah, unë për veti çdo mëngjes e lexoj surën Yasin. Pse? Sepse pejgamberi kur s'ka dalë prej shtëpisë, pa e lexu këtë surën Yasin. Qoftë edhe 2 rreshta, qoftë edhe 3 versete, s'ki kohë, vetëm nisja, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim, inneke leminel murselin. Kur e kanë pyet pejgamberin, ja Resulallah, pse këndon, që këtu e keni përmbajtjen, pse këndon surën Yasin çdo mëngjes? Thot Yasini sjell mbrojtje dhe bereqet për tan ditën, pra leximi i surës Yasin. Po plus, gjithashtu, është edhe dhurat shumë e mirë për shpirtat e të vdekurve tanë. Unë djali tem, bile ja këndoj, bile edhe sot mu lajmëru edhe një shoqe tha, e di që këndon Yasina, po këndoja edhe nonës teme, babës tem, thanë qatë e sapë. Do me thënë mundesh me kënu një Yasin për disa persona, edhe për vdekmit edhe për gjallit, për fëmit, pra, sidomos për fëmit, që Zoti mirujt edhe neve me na dhënë bereqetin. Kjo është që për shembull më sheni me shkronja shqipe, por teksti arabisht. Edhe plus këtu e keni domethënien në gjuhën shqipe në këtë pjesë. Apo e shihni?
E këtu është me shkronja shqipe, por latine pra, por teksti arabisht pra, për shembull, Inni amantu bi rabbikum fasmaun, qila dukhulil janna, qala ya layta qaumi ya'lamun, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Çka është më e mira, mundeni me lishu aty në YouTube surja Yasin. Edhe mande kur e lishon surën Yasin, ai hoxha aty lexuesi e këndon, e ti vetëm e ndjek pra surën Yasin. E ndjek rresht për rresht derisa ta mëson. Me kalimin e kohës ja 40 ditë, 40 herë që lexon, ashtu është e parapa me numri 40. Kjo ka një do sekretet veta, që se lexon një rresht, për shembull 40 herë vetë ma ajo të hyn tru. Prandaj do ta ketë ky libër do ta ketë shumë të në rasteve surën Yasin. Normal për ata që dojnë. Dhe lajmërohuni ose këtu në inbox, ose këtu në Facebook, ose në WhatsApp 048 509 201. Shkrune dikush ta bëjmë pin, ju lutem. 048 509 509 201. Shkrune qëtë numrin, edhe pastaj shkruni, jam e interesuar për libra. E pastaj unë kur kam kohë, e hapi, sepse jam e angazhume edhe si vjetë do të më shihni në televizion. First One, tanë muajin Ramazan do ta kem një program për muajin Ramazan. Ka me qenë shumë interesant, për ndryshe televizioni First Kanal në IPCO është numri 202. 048, po Aida, 509 201. 048 509 201. Hym aty në kontakt edhe keni mu knaq të lexu. Edhe nëse nuk mundeni ju, mjafton edhe me pasën raft najherë, ndoshta ti ki mu plak e ke lexu këto, po kur ta sheh ajo, qika jo të thotë, mesa, thotë, bre, thotë sa intereson, gjyshja eme pas ka lexu, Kasanova, shumë faleminderit. Pra, ta bëj këtu si pin. Pra, e sheh, edhe e sheh fëmia jo thotë, ua, thotë gjyshja eme pas ka lexu. Edhe ti me këto që ke blese, a keni pa, gota, lapsi, koltuqet, këtë që ka blen janë të vdekshme, dyqysh prishen, po libri mundet me jetu 100, 200 vjetë. Nuk prishet, ashtu Zoti e ka bo kjo letra. Plus është tepër mire lidhma, pesheni me pej, nuk është me lepak. Se me lepak ndonjën dalin fletat. E unë e kom bo, pasha Allahin ka kushtu 13 euro, e unë e fitoj vetëm 2 euro. Pra, çmimin këtu e ka 15 euro. A unë e fitoj vetëm 2 euro. A mu më ka kushtu, pra, 13 euro, po kom dasht me bo kvalitet. Që qaj që e merë me pas bereqet, me marë dituni, se është tepër liber i bukur që une e kam shkrujt to, bovaki për një tematik, ja një mujt ditë më ka marko, sepse du të me marë referencat, nga i ke marë, e tjera, por kjo është sadak, ka sadak që i jep diçka, e hane pin edhe u kry. Por këto që ja jep dikujve dhurat, ja qënë surprise dikujve, një liber me dhurata tjera, 20 euro, sa i blin gjanat një torte, ku ta di unë gjanat që prishen e harrohen, këto libra më bohen sadaka tu gjerje, që do me thonë, sadake përjeqme, deri ti vdes, e deri në ditë kiametit, gjdo kush që e merë, që ta e lexon ta, pe qelë një klet, ty shkon se vapi. Pra është sadak e përjeqme, nuk është sadak qaty për qaty, libri, këtë loj sadak e ka, dhe
sadake përjetshme, për shembull në këtë libër kanë marrë pjesë 2 shokët e mi, njëri ka dhënë 500, tjetri 500, edhe i kam botu, edhe unë kom pas diçka, mirë po faleminderit për juve, edhe mundeni me më ndihmu, se unë që 5 vjet jam me papun, unë mirëm vetëm me libra. Prandaj me libra, me internet, e kam webfaqen time, iqbalebh.com, e kam YouTube kanalin Iqbale Huduti, Facebookin, Instagramin, TikTokat që e dini ku mundeni me më gjetë. Pra unë mirëm vetëm me rrjete sociale, me libra, me shkrim, prandaj edhe gjithashtu ju e keni sadakatu gjarje, sadak do me thonë që bamirësi që të zgjat deri në ditë kiametit, jo vetëm kur vdesish, prandaj mos kurseni në sendet që nuk prishen, që nuk gjuhen. Ti ndihmojmë si motër, faleminderit Kasanova, mjafton vetëm me i bli librat, po inshallah edhe që dikush dëshiron me çuni dhurat, s'ka problem. Momentalisht jam e papunë që 4-5 vjet, por nuk heki, nuk vuj. Po mirë është me pas pak ma shumë komoditet në punën teme, unë kisha me qenë shumë ma produktive, edhe mendoj edhe një libri i arshëm është për kafshët që gjenden në Kur'an. Burri imi ka përkthy, unë i kam rregullu ato në mënyrë, i kam redaktu, se normal përkthimi nëse nuk redaktohet e tjera. Edhe ato janë shumë të mira për rini, për adoleshent edhe për fëmijë. Ajo ka me qenë me ilustrime, me vizative, kafshët që gjenden në Kur'an, edhe janë tregime nga Zoti prej Kur'anit. Këto janë fantastike për fëmijët. Janë 10 libra me ilustrime, me vizatime, me ngjyra, pa ngjyra në një. 10 libra të vogla i kom fut në një libër. Edhe për këto ju lajmëroj se unë prej këtyre, pra këtu i kam të ardhurat, prandaj edhe punoj. Gjithashtu edhe libri i radhës, se ky 10 librat për kafshë veç ka shku në shtyp. Ky libri i radhës që jam duke punu, ajo është gruaja në Kur'an. Krejt Zoti, çka ka fol për gruan në Kur'an. Qoftë edhe nëse e ka përdor veten ajo, që i përket gruas, ose thot për shembull el mu'minine vel mu'minati, besimtarët dhe besimtaret, gratë, pra femra, çdo ajet që ka përdor qoftë edhe një vete dhe ka përdor gjinin femrore, unë i kam marrë, janë 180 ajete që flasin vetëm për gruan. Merreni me mend, si me thënë, Kurani për gra. Edhe ato do ta kem së shpejti, jam të punu, ato së shpejti s'mundi me thënë, se ka shumë punë, po vitin e arshëm ajo ka me dalë. Për këtë vit, pra ky libri për kafshët në Kur'an, Surja Yasin, e tjera. Okej, të nderuar miq, ju dua shumë faleminderit për juve që ishit me mua në këtë kohë të vonë. Shihemi edhe nesër, mas nesër, sepse tash du mi u lajmëru sa ma shumë se me 17 shkurt, më falni, me një Ramazan, me ditën e parë të Ramazanit, do të më shihni 30 ditë rresht në televizionin kanal First kanal. Është televizion lokal këtu në Prishtinë, po gjendet në rrjetin e IPCO-s, numri 202. Ju çka keni IPCO, mundeni me këqyr, pra me vërtetu, 202, do me thënë First Channel, ose në gjyrë vjollce ajo katrori, edhe e shihni aty, ka program shqip, këngë e tjera, por filma, seriale, mirë po unë do ta kem vetëm repertuarin e fesë, religioni pandarje. Edhe do të kem emisione për këtë, festën e Bajramit, do të kemi për një muj Ramazan, mandej për Pashkët, mandej vjen Sultan Nevrozi, mandej vjen Bajrami tjetër, do të kemi programe për Haxhin, për Krishtlindjet,
krejt festat që ka janë të feve të ndryshme. Do të thiri edhe hoxhallar, edhe artista, edhe këngëtar, edhe njerëz që dëshirojnë me fol, që janë aktiv në për TikTok, që nuk e kanë problem me dalë para televizionit. Inshallah do t'jeni mysafirët e mi dhe do të bisedojmë rreth Ramazanit, kur keni nis me agjëru, Ramazanin si fëmijë, si u ndikon, apo Lord natën e mirë se dhe unë po dalin nderuar, faleminderit, apo edhe do të pyesim a keni qenë ndonjëherë paragjykuar dhe pyetje të ndryshme tjera. Kështu pra miru pafshim, besoj se edhe nesër do të gjej kohë, po nëse jo mas nesër patjetër. Assalamu alaikum, natën e mirë të nderuar miq, edhe ju të TikTokut, edhe ju të Facebookut. Të Facebookut keni qenë për herë të parë, zdi si ka shku puna, po besoj se mirë kemi kalu. Natën e mirë, Allahu ju rujt, Allahu ju gëzoft me të mirat e ti aty ku keni nevojë. Aleikum selam, assalamu alaikum.